Ka një moment ku zhurma ndalon, jo sepse bota hesht, por sepse ti ndalon se ikuri, dhe aty fillon vetmia. Shumë njerëz i trem me vetmis, jo sepse është e rrezikshme, por sepse në vetmi nuk ka shpërqendrim. Nuk ka zëra të tjerë që nda mbulojnë zërin tënd. Në vetmi fillon të dëgjosh atë që ke shmangur për një kohë të gjatë, mendime, ndjenja, pyetje pa përgjigje. Jo për të të kthyer, por për të të treguar çfarë ke lënë pas dore. Ne shpesh rrim me njerëz, jo sepse ndihemi mirë, por sepse kemi frikë të rrim vetëm. Frikë nga heshtja, frikë nga vetja. Por vetmia e vërtet nuk është mungesa e njerëzve. Është mungesa e lidhjes me veten. Kur je vetëm, nuk ke këtë bindesh, nuk ke këtë impresionosh, nuk ke pse të shtjerësh. Dhe për herë të parë, mund të jesh i sinqert. Vetmia nuk të shkatëron, të zhvesh, heq zhurmën, heq maskat, heq justifikimet, dhe ajo që mbetet është baza. Nëse nuk je mirë me veten në vetmi, asnjë shoqëri nuk do ta mbush boshllokun. Por nëse mëson të rrish vetëm, pa u arratisur, fillon të rindërtohesh nga brenda. Vetmia nuk është fundi, është hapësira ku mendja qetësohet dhe drejtimi bëhet i qartë. Jo menjëherë, por sinqerisht. Nuk ke nevojë të ikësh nga vetmia, as ta mbushësh me zhurmë. Mjafton ta lejosh të flasë, sepse ndonjëherë ajo që të rindërton nuk vjen nga jashtë, por nga heshtja.